Në frimën e muajit të bekuar të Ramazanit, në xhaminë e vogël në Ferizaj, u mbajt manifestim kuranor që mblodhi besimtarë të shumt. Në xhaminë e mbushur, besimtarët patën mundësinë të dëgjojnë lexim të bukur të Kuranit nga disa prej lexuesve më të spikatur që përfaqësojnë Kosovën në arenën ndërkombëtare të leximit të Kuranit. Kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, Nexhmedin Bajrami, tha se Ramazani është muaji i Kuranit dhe muaj i cili na sjell lumturi, por edhe na edukon në jetën tonë. Lumturia është e mirë dhe është e nevojshme për gjithë secilin prej neve. Por lumturinë sigurisht e para besimtarë nderuar që sot jeni këtë vend, lumturinë e parë ta sjell fjala e Zotit që e ka zbrit për 23 vjet nga një shkurt 610 deri në vitin 632 nëpërmjet Xhibrilit e 13 vjet në Mekë dhe 10 vjet në Medinë, derisa e përmbylli pra shpalljen e fundit i madh i Zot dhe ja shpjegoi Muhamedit alayhis salam. Imami i xhamisë dhe njëherësh antari i kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës, Sevdair Haxhiu, tha se me anë të këtij manifestimi po madhërohet krijuesi. Sot jemi mbledhur në këtë xhami të bekuar në këtë muaj të madhreshëm të Ramazanit për një nga veprat më të dashura tek Allahu, leximi i Kuranit nga hafizat e nderuar. Ramazani është muaji i Kuranit, është muaji në të cilin filloi zbritja e fjalës së Allahut, ku Allahu i madhreshëm thot: muaji i Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kurani, udhëzim për njerëzit dhe sqarim i rrugës së drejtë. Ky tubin nuk është vetëm një program, por është një moment adhurimi, një moment reflektimi dhe një moment bashkimi rreth fjalës së Allahut xhaleshanuhu. Para besimtarëve u paraqiten me lexim të Kuranit Albion Çerkini, Armend Beqiri, Egzon Ibrahimi, Daud Lezi dhe Abdurrahim Sulejmani nga Shkupi, të cilët me interpretimin e tyre sollën një atmosferë të veçantë në muajin e Ramazanit. Rabbana وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا